Departamenti për eficiencë në qeverinë e presidentit amerikan Donald Trump është shpërbërë 8 muaj përpara përfundimit të mandatit të tij. Kështu, në heshtje përfundon një iniciativë nisur me bujë si simboli premtimit të Trump për të zvogluar madhësinë e qeverisë, por që kritikët thonë se solli pa kursime të matshme. Dodge nuk ekziston më, tha për Reuters drejtori i zyrës së menaxhimit të personelit Scott Cooper. Nuk është më një entitet i centralizuar, shtoi ai në komentet e para publike nga administrata Trump mbi fundin e Dodge. Agjencia e krijuar në janar dhe drejtuar së pari nga Elon Musk bëri ndërhyrje dramatike në gjithë Washingtonin në muajt e parë të mandatit të dytë të Trump për të kurrur me shpejtësi agjencitë federale për të ulur buxhetet e tyre ose për të ridrejtuar punën e tyre drejt prioriteteve të Trump. Musk, i cili fillimisht drejtoi Dodge deri në grindjen publike me presidentin, reklamonte rregullisht punën e tij në platformën e tij X dhe në një moment nxorri një sharë elektrike për të reklamuar përpjekjet e tij për të shkurtuar vendet e punës në qeveri. Dodge pretendoi se kishte shkurtuar $10 miliarda shpenzime, por ishte pamundur për ekspertët financiar të jashtëm që të verifikonin këtë, sepse njësia nuk ofronte kontabilitet detajuar publik të punës së saj. Një nga vendimet më të bujshme të Dodge ishte mbyllja e USAID-it në Departamentin e Shtetit Amerikan.